Ju besohet që kam detur një javë pa lar flokët? Po, e kam përfunduar me ca flokë kështu. Një buf i vërtet. Unë çdo herë që i laj flokët, i shtri pastaj me tharë se krerë dhe i bëj të drejta. Gjatë kësaj periudhe normalisht i kap të muskularët dhe nuk kam nerva të merrem ato, thjesht kur i lëshoj, dua që të kem disa onde. Po herën e fundit dhe këto herët e fundit në fakt nuk është se kam pas shumë kohë që t'i shtri mirë, thjesht i kam kaluar një krerë të shpejtë sa të mos më rin kaçurela dhe flokët e mia në këtë gjendje dukem sikur kam dalë nga çmendina. Gjithsesi, do t'i kap tani dhe vazhdoj me videon. Okej, tani dukem perfekt. Kemi kaluar në Mami Mode, edhe thonjt të shkurtër manicure gel, sepse ju e dini që unë i kam bajtur thonjt e gjatë, modele të bukur, e kështu, por tani nuk kam kohë njerëz, nuk i mbaj dot, po nuk kam kohë, nuk kam fare kohë. Dhe këta thonjt i kam bërë një dorë dhe mbaja çunin nga dora tjetër dhe pastaj kam bërë dorën tjetër dhe mbaja çunin nga dora tjetër, sepse djali im do të ligjet kohës në krah tek unë, vetëm tek unë. Tani për sa i përket flokëve, unë duke qenë se nuk kam kohë të ri dhe të merrem, ti thaj, ti stiloj, më the tash, pash një ofertë që kishin dalë disa shampo, Korane gjithmonë, unë jam gjithmonë te shampo Korane, tani ju e dini, dhe janë shampo që ti mbajnë flokët super të drejta. Dhe thash, nuk para i besoj shumë këto reklamat, po thash, okay, do t'i provoj një herë, se mos ndoshta më bëjnë punë, se që të rritet thjesht tani nuk kam kohë. Po nëse shampot më mbajnë disi të drejta ose ndonjë onde të lehtë ose pak më mbajnë pak të rregullta, do ishte perfekt. Do t'ja u tregoj si çka kam marrë dhe pastaj kur t'i provoj do ju tregoj, sepse thjesht kam çantën këtu, nuk i kam hapur akoma, nuk i kam provuar, po kur t'i provoj do ja u tregoj edhe juve rezultatin, që ta dini se ja vlen ose jo. Edhe nëse këto i bëjnë flokë të drejta, ne nuk përdorim me pjaster, përdorim pjaster kur ekziston shampo. Okej, ky besoj do të jetë balsami. Apo kjo shampoja. Janë me mjalt. Prandaj edhe shishet kanë këtë kështu si hoje blete. Produkti i fundit nuk është nga e njëjta firmë, këto të dyja thonë që nëse shikoni këtu thonë extra straight. Dhe ky produkt i fundit është, që t'ja u tregoj, një vaj për majat e flokëve që të qëndrojnë të buta, të shëndritshme. Gjithsesi këto duhen provuar për t'i vërtetuar këto që thonë se në për shembull shkruajnë shumë gjëra, po puna është sa këto gjëra që shkruhen dalin realisht kur ne i përdorim. Kështu që unë do t'i provoj produktet edhe do t'ju jap pastaj një review. I pat flokët e mi besoj se bukur dukeshin, pasi unë i kisha drejtuar, tani unë do provoj këto produkte dhe pastaj do t'ju tregoj juve rezultatin, do t'ju them ja. Kështu duken flokët pas përdorimit të këtyre shampove. Ka ndonjë nga juve që mund t'i ketë provuar këto shampot? Nëse po, më shkruani në komente dhe më thoni bëjnë punë apo jo, edhe pse unë tani do t'i provoj vetë, po që gjithsesi dua edhe mendimet tuaja nëse i keni provuar. Nëse nuk i keni provuar do ju tregoj unë rezultatet dhe pastaj nëse ju në punë t'i merrni, por not sponsor. Unë thjesht dua t'ja u bëj jetën më të lehtë duke provuar gjëra që mund t'ju jeni edhe juve në punë. Tani unë po iki dhe ne do shihemi shumë shpejt në një video tjetër. Mos harroni të më bëni subscribe.